Në Universitetin e Tetovës u mbajt Kongresi i Shkencave Natyrore, Mjekësore dhe të Teknologjive, me pjesëmarrës dhe ekspert nga fusha të ndryshme nga shumë shtete, si një mundësi për të përforcuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të ngritur nivelin e kërkimit shkencor. Rektori i këtij universiteti Jusuf Zejneli deklaroi se nëpërmjet konferencave shkencore dhe hulumtimeve jepet kontribut në disa nga fushat jetike të dijes. Sipas tij, ky kongres, me pjesëmarrës nga shtete të shumta dhe me ekspertë të njohur në fusha të ndryshme shkencore, është një mundësi e jashtëzakonshme për të diskutuar dhe ndarë njohuri, për të forcuar bashkëpunimet ndërkombëtare dhe për të ngritur nivelin e kërkimit shkencor. Këtë vit, në kongres marrin pjesë studiues nga më shumë se 20 shtete, të cilët do të kontribuojnë në 6 konferenca të mëdha shkencore, me 10 sesione dhe qindra kumtesa që përfshin fushat më jetike të dijes bashkëkohore, shkencat e natyrës, mjekësinë, teknologjinë e ushqimit, sportet, bujqësinë dhe shkencat e aplikuara. Universiteti i Tetovës, që nga momenti i themelimit të tij ka pasur një mision të qartë, të ofrojë mundësi për arsim të cilësisë së lartë dhe për të kontribuar në avansimin e dijes përmes kërkimit shkencor. Në këto 30 vite, ne kemi arritur të ndihmojmë në zhvillimin e shkencës dhe kërkimit në rajon, duke u bërë një qendër e rëndësishme e dijes dhe inovacionit në një periudhë kyçe për arsimin e lartë shqiptar. Neurokirurgu mentor Petrela deklaroi se inteligjenca artificiale po ridimensionon shoqërinë. Ajo është pjesë e jetës dhe është vetëm në shërbimin ton. Të gjithë profesionet që ky universitet edukon dhe prodhon për shoqërinë do të kenë nevojë dhe momenti është që nuk duhet humbur. Në një situatë të një shoqërie botërore e cila do të mundohet të ridimensionohet në kontekstin, si thua, global, ai që do të dominoj do të jetë gjithmonë edukimi dhe inteligjenca artificiale është ajo që do ta ndihmojë njeriu. Mos e keni frikë. Është një shprehje një englezi, unë do ta them di branche, nuk prehet të lini me frikë të lini. Pra, nuk mund të bëhet tru. Inteligjenca artificiale që ta kemi frikë, siç e tha prorektori. Është vetëm në shërbim tonë. Përndryshe, zhvillimi i qëndrueshëm, teknologjitë e reja, shëndetësia, ndikimi i ndryshimeve klimatike dhe shoqërore ishin disa nga temat të cilët ishin në fokus të diskutimeve nga studiues shkencor.